Jorgo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. S'ka filluar akoma shëlqiri. Do të kemi kohë vitet të vazhdimit. Po tani pak kemi disa gjëra më të mira. Si është horoskopi sot? Horoskopi sot është mirë, por kemi edhe një ndikim shumë mirë, sepse kemi ndikimin e hënës, që është rrugtimi që në shenjën e dashit, por nga dreka mbas dite shkon në shenjën e ndikimit e parasit, do thotë në shenjën e demit. Do thotë që mirë, kush pas ka pritshmëri të presi pas dite orë të mira për parat. Mbas dite tutje bëhen gjithë muhabetet edhe çështje të rëndësishme, nuk bëhen para Aty dite. në kafe bëhen parat, aty në kafe bëhen bisedat e parave. Mirë, Jorgo, e gjithë studio është për ty, ndiqni Jorgon me horoskopin për ditën e sotme. Ka të bëjnë shumë me disa çështje që lidhet edhe me anën ekonomike financiare, por lidhet edhe me një takim i rastësishëm, por shumë i rëndësishëm për shenjat, siç janë ndikime më i madh, shenjat janë shenjat e ndikimit, shenjat impulsive më tepër, që do të thotë shenjat siç është dashi, gaforia, peshorja, britsjapi. Por në orën 10:30 do të thosha unë, është në rrugtimin boshe deri në orën 14:20, do të thotë në orën 2:30. Pastaj do të kaloj në anën tjetër të ndikimit të madh, në shenjën e preferuar, në shenjën e tokës, në një shenjë mjaft ndikuese në shenjën e demit. Dhe kjo do të thotë një mundësi dhe çështje të rëndësishme që ka të bëjnë me punën. Të gjithë gjërat që do të ndikojnë janë mbas dite, siç është e punës, çështje karriere, takime të rëndësishme veçantë në punë, bisedime, ndryshime shumë të mëdha që kanë të bëjnë, por kujdesi kërkohet, sepse duke pasur parasysh edhe anën tonë dhe pozicionimin e planetave, por kur kemi lëvizjet hënore boshe, siç e themi, siç kemi në ditën e sotme për shembull, në ora 10:30 deri në orën 14, pra në orën 2:30 të drekës, mbas dite ka një ndikim shumë të madh. Dhe kjo do të thotë neve përgatitemi për ndryshimin e madh që kemi si në çështjet e punës apo edhe të karrierës. Ajo që është boshe, do të themi këtu, domethënë tani e kemi në shenjën e dashit, ja ku jemi këtu, nëse kamera ka mundësi, ja, jemi këtu, kuptojmë pak astrologji. Pra, ku jemi këtu të shenja e dashit. Mirë po, tani do kaloj këtu. Nuk ka kaluar akoma, por nga dreka, do shkoj në dem. Pra, jemi lëvizjet hënore boshe ku i kemi këtu. Pra, në këtë drejtim, nuk është as në dash dhe as në dem. Kjo do të thotë që nëse kemi mundësinë ose takime që do bëjmë bisedime mbas orës 2, atëherë që hëna kalon komplet 100% është në shenjën e demit, e atëherë është mundësia dhe koha e duhur pra për nisma të reja. Edhe nëse do të bisedojmë sot para dite, për shembull, do të shikoni ose do shtyhet ose nuk do të realizohet mbas dite, do lini takim. E do më kujtoni, pastaj do thonë me vërtet Jorgo, e kam kuptuar tani që bën gjërat në bazë të planeteve, pra jo se kështu më teket mua të them një muhabet edhe e mbyllim këtu. Pra është pikërisht kjo këtu. Dhe pikërisht në këtë drejtim ka të bëjnë shumë edhe ndryshimet. Pastaj gjithashtu ka të bëjnë edhe me ndikimin e planeteve, sepse lidhet edhe me çështjet më madhore që kanë të bëjnë mbi stabilizimet, ndryshimet, mundësitë dhe kohën e duhur. Na jep kohën, kjo është një nga momentet më të arta që neve mund themi, ja ku jemi tek fusha dhe ndryshimi më i madh që ka të bëjnë. Ja, e shikoni ku e kemi hënë, është në shenjën e dashit, por rrugtimi i saj mbas orës 2 do ta shikoni në dem. Pra jemi në ndikimin më të madh në 10:30, do shikoni tek ajo viza unë sapo tregova, që është në lëvizjet boshe dhe do shkojnë në shenjën e demit. Në këtë drejtim pastaj kemi takime, bisedime, ndryshime, marrë vendime të rëndësishme në kohën e dur, por mos harrojmë, sepse shenjat impulsive, siç është shenja e dashit dhe ndryshimi që ka të bëjnë dhe mundësitë që jepen tani e tutje, ka të bëjnë dhe ndikimin e dashit, ka të bëjnë me gaforet, ka të bëjnë me peshoret, por me peshoret kanë përballë që kanë dashin. Dhe kjo do të thotë që disa çështje të pazgjidhura që sot në paradite mundohen shumë që të bëjnë një takim ose të zgjidhin një çështje problematike, por do ta zgjidhin, mos më shqetësoni fare se ka të bëjnë një ndikim shumë të mirë dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjnë dhe me ndikime të tjera, sepse kemi te gaforia, po shikoni te gaforia kemi Mërkurin, kemi Jupiterin, kemi Afroditën dhe kjo gjithë ndikimet dhe favorizimet që kanë bëjnë, por kë ka përballë gaforia që ndikohet kaq shumë, domethënë në lidhje me anën e tyre, kanë britsjapin. Pra ndikimet që kanë bëjnë, ja këto janë ato planetet që unë them gjithmonë, planetet janë ata që na japin verdiktin kryesor mbi çështjet që neve kemi, ndash në fushën e dashurisë, ndash në fushën e punës tonë, e karrierës tonë, kontratat, mbi të gjitha çështjet e kontratave. Nga ndonjëherë edhe disa çështje nuk janë si vjen rastësisht, por është diçka që merren seriozisht në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që mund të merren. Por tani fillojmë në detaje për 12 shenjat zodiakale. Çfarë na mëson dhe ku duhet të bëjmë kujdes? Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrt, shenja impulsive që kërkon drejtësi, kërkon mundësinë që t'i jepet dhe të filloj diçka e re, si në fushën e punës, si në fushën e karrierës dhe disa çështje të tjera që do t'i shikoj gjatë rrugtimit, që këto janë të shenjës së dashit.
Me kësë shenjës së dashit kanë disa mundësi dhe një nga mundësit më të mira që kanë tani nga mbasditja. Si që e patë edhe vetë, në ndikimin që ka të bëjnë në lidhje me çështjet planetare, ndikimin e hënës, sepse hëna është baza ajo që ka neve fillojmë, që ka neve ndërtojmë dhe duam të realizojmë. Një mundësi shumë e mirë mbi çështjet që kanë të bëjnë dhe mundësi të arta, që japin dhe mundësin dhe kohën e duhur, sepse kemi, kur themi ndikimin e hënës, ose hënën e re për 4 ditë, që do të ndikoj jashtëmase, është plus minus 3 ditë ndikojmë nga ditë e sotme, prandaj dhe e them këtë. Ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me fushën e biznesit, fushën e karrierës, por dhe të ndryshimeve të mëdha që do të keni. Juve të shenjës së dashit, të dhjetëdhjetit të tretë, do të keni një takim shumë të rëndësishëm për ditën e sotme, edhe pse është një ditë e rëndësishme për juve, por mirë është që, kur them thash dje që më shumë të dëgjoni pastaj që të flisni, për ditën e sotme, nga dreka është një nga momentet më të mira të mundshme për bisedimet që do të bëni. Në çështjet që kanë bëjnë me dashurinë, edhe pse me disa probleme të mbartura nga e kaluara, mirë do ishte t'i mbyllnit sot, sepse është një nga ditët më të mira në mbyllje të problematikave të çështjeve madhore, sepse kur kemi katërkëndça që bëjnë planetet, siç është afërdita me Jupiterin ose ndikimi i Plutonit me Neptunin, na jep disa mundësi që neve të shikojmë përpara dhe të shikojmë pak më lart se ç'ne mendojmë. Dhe kjo është një nga momentet më të mira të mundshme tani për të zgjidhur çështje problematike dhe gjëra të tjera që do të ndikojnë në jetën tonë dhe në përditshmërinë tonë. Prandaj në fushën e dashurisë bëni pak kujdes, mos u nxitoni në marrje vendimesh, sepse ato vendime që merren duhet të jenë të qarta, të sakta për të ardhmen dhe jo për të tashmen, sepse e tashmja ishte dje, sot është e ardhmja. Kuptojeni pak, do kuptoni shumë gjëra pastaj në vazhdimsi. Lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë janë dhe kanë afatgjat, do thot me peshore dhe me brisjap të 10 ditësh parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft eksplozive në ekonomi, në punë, në çështjet ligjore, penale, një gëzim shumë i madh familjar. Do thot ata që janë në diasporë, marrin përfaqësinë, sepse kanë të drejtën e tyre, kanë mundësinë dhe kohën e ardhmë, që këta janë të shenjës së demit. Po cilët nga këto shenja të 10 ditësh kanë këtë ndikim kaq të madh? Sepse do të thoni direkt në inbox do shkruani, po mirë, po 10 ditë dytë, pse nuk e flet? Pse 10 ditën e parë, pse e thua dhe thua tretin? Kur nuk I referohem një 10 ditë, kuptojeni, nuk ka diçka problematike. Ato që unë I referohem, do të thotë që ajo çështje ose ai 10 ditë e ka këtë ndikim shumë të madh. Pra, siç është 10 ditë I parë I shenjës së demit kanë mundësi dhe kohën, edhe pse nga dreka nga mas orës 2, ka një ndikim shumë mirë sepse janë shkon në shenjën tuaj. Shkon në shenjën tuaj që thot rregullimi I parave, çështjet ligjore marrin fund. Keni ndërmend për të ndërruar shtëpi, po, e keni mundësinë. Keni ndërmend për ndërruar biznes, sepse në atë ku jeni në atë firmë nuk ju pëlqen për jashtë, po për tjetrën keni momentin tani 10 ditë që I tretë ka këta. Të 30 ditët kanë ndikime shumë të mira sot mbas dite, mbas orës 14 me 14:10. Është një nga mundësitë më të mira, është koha më pozitive mbasditja. Do të kemi ndikime shumë të mira dhe çështje pozitive që do dëgjojmë shumë. E kemi thënë me të madhe, e keni parë qysh në fillimet e vitit çfarë ndodh dhe ku do ndodhin dhe në fillimin e muajit, si kanë qenë gjërat dhe çfarë bëjnë. Pikërisht tani në këtë periudhë, është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, prandaj dhe çështjet janë pozitive dhe jo problematike. Në çështjet e dashurisë, për këtu do të thosha disa gjëra mjaft pozitive, sepse disa problematika që keni pasur në lidhje me një ndarje. Nuk mund ta them një shkëputje, se ndarje nuk mund quhet kjo, kur shkëputje do të thotë njëri është në lindje tjetri në perëndim, por kjo do të thotë që sot teknologjia ka ecur shumë përpara dhe jeni shumë afër. Kjo do të thotë me akrep të 10 ditësh parë dhe ujor të 10 ditësh të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ndikuese, tek një shenjë shumë pozitive dhe mundësi të arta që mund të keni në këtë ndikim, sepse ndikimet e punës të karrierës, por dhe një blerje pasuri e paluajtshme, edhe pse me pengesa, por pengesat hiqen, barrierat përfundojnë dhe juve jeni direkt në atë çka kërkoni, ëndërroni e fitoni, që këta janë të shenjës së binjakëve. Çfarë ndodh me binjakët? Binjakët janë mjaft ndikues dhe rrezatojnë atë çka janë. Ka një mundësi shumë mirë tani mbi pozicionimin e planeteve, e mundësive që ata kanë dhe koha e artë në vendimet dhe ndryshimet të mëdha që vijnë. Është një mundësi shumë e mirë mbi takimet, bisedimet të rëndësishme. Kjo periudhë është një periudhë që për disa lë për të dëshiruar, por për disa janë shumë të gëzuar. Po çfarë arsye I bën, nga se vijnë këto gjëra? Vijnë sepse e drejta triumfon. Sado që neve ta mbulojmë, sado neve që
nuk duam që të shfaqim disa gjëra, të mbajmë sekrete. Është njësoj që të themi e din 10 veta dhe ne mbajmë sekret për veten tonë. Kjo nuk do të thotë sekret. Kjo do të thotë me artopoland. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Çfarë flitet? Çfarë bisedohet? Në njerëzit që kanë rreth rrotull, njerëzit që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me një punë të përbashkët. Mirë është gjërat shkoqiten që është në fillim. 1 dhe 1 bëjnë 2 dhe nuk bëjnë 3. Për disa bëjnë 3, bëjnë 4. Por gjithsesi juve jeni në kohën tuaj. Dhe të flasin njerëz, atë punë kanë, se po nuk folën, nuk quhet asgjë. Atëherë do të thotë juve jeni në krye të gjithçkaje. Dhe kjo do të thotë që juve dini ku do të shkoni. Për ata nuk është mirë për juve, sepse juve nuk dini të veproni, nuk dini të bëni, nuk. Por këto është problemi atyre, jo juve. Juve, po të marrni këtë drejtim, keni arritur në finish pa u kuptuar. Është një mundësi shumë e mirë, një mundësi e artë mbi punën, takimet dhe bisedimet. Do t'ju ngarkojnë me një punë të dytë, pra ne keni kujdes. Sepse lodhja, nëse keni kohën tuaj dhe e menaxhoni, e dini ta menaxhoni mirë, atëherë po, futuni se do dini faqebartë. Se një burim të ardhës të dyta është e mundur dhe është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresht dhe dishit parë, ujorët dhe dishit tretë, pregatituni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft krijuese, mundësi dhe rritjen e detyrë. Që do thotë shenja e gafores. Gaforet janë shenjat më ndikuese, më pozitive në çdo aspektet të tyre. Është mundësia, është koha, është momenti, sepse ju e në lidhje me punën dhe karrierën e keni shumë gjëra në një kohë, dhe është një mundësi për sa përket punës, për sa përket karrierës, për sa përket disa ndryshimeve të një pasqyrë që do të keni, dhe një moment që është tani, ka të bëjnë me punën aktuale, por dhe i punë që do t'ju thuhet sot, por në basë orës 2, këtë ku e thashun në fillim të emisionit, dhe shikoni, atër do më kujtoni sepse nëse juve keni lënë sot në orën 9:30, dhe me kësë ndikimi ka filluar që është në orën 5:30, ora 7:42, në 8:40, po të fillojnë gjërat në ndikimin e lëvizjet në ore boshe, që fillojnë disa gjëra që do të ndikojnë, takimi mund të bëhet tani, por do shtyhet për një arsye, jo për një problematik. Kjo do thëmi, u shty, por neve kishim lënë takimin. Dhe që të bënë këto, juve mirë është që të bëni telefonat para se të niseni, për ju qeni largë, për të bërë takimin e rëndësishëm dhe shumë pritur. Sepse mund kemë shtyrje, para ditën, flasë gjithmonë. Por në anën tjetër, me pak vëmendje dhe kujdes, çdo gjë shkon mbar. Në lidhje me çështjet që kanë bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me bricjap dhe me dem është perfektja. Për një blerje që e keni biseduar javën e kaluar, mirë është ta shikoni një herë. Mos mund nxitoni. Se nxitimet nuk sjellin dobi, përveç se probleme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rrezatuese, pozitive, korekte në lidhje me punën, po të tjerët janë korrekt, apo juve merrni pjesën e ndryshimit të madh pa marr atë që ju takon djersën tuaj. Që këta janë luanët. Çojmë tek kjo e fundit, pa marr djersën tuaj. Po, në lidhje me punën tuaj, aty ku punoni, ose jeni në rol drejtues, ju shtohet dhe diçka tjetër, sepse ju kanë vëzhguar kohë, dhe duke ditur që juve dini çfarë bëni, dini se ku shkoni. Por në klauzolën e kontratave që do bëhen, shikojeni pak, sepse do firmosni një dokument, dhe ai dokument nuk është në favorin tuaj, se do lodheni shumë, se juve vërtet merrni ato sa merrni. Dhe halal e keni, po puna është tjetër, se lodheni shumë, merrni dhe punë plus, edhe nuk paguani për atë që merrni. Këtu shikojeni. Dhe nuk është turp t'ja thëni, sepse unë bëj këtë, po sa mund të vej, edhe ose ata duhet ta thonë. Pra të shikojeni këtë gjë, sepse do bëhet objekt, dhe shikoni vetë juve, do bëhet objekt bisede nga pardje ka filluar kjo ndikimi i ecurisë dhe i shpejtësisë. Sepse po ecim me shpejtësinë e zërit, edhe jo me këmbë. Pra ne duhet kemi kujdes në këto gjëra që do ndikojnë tani tutje, sepse kemi një hark kohor, e kemi thënë, deri në shkurt të 2027-ës, ne po flasim për ditën e sotme çanën. Por gjithsesi, ta keni parasysh për disa gjëra që do të ndikojnë tani në vazhdim. Për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me një shitje, por ju e keni shitje prone ju. Është e mundur të ndodhe kjo, por dita e sotme shquhet shumë për bisedime, gjëra jo të rëndësishme, por të shikoni ku do jeni. Bëni disa llogaritje,
dhe ju delet e ku dëshironi. Por gjithsesi, koha ka treguar që ju jeni me kam tokë dhe dini çfarë bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujorë të diçit të tretë, është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, tek një shenjë që vërtet ka gurin dhe arrën dorë, të gjej vend për ta thyer. Edhe pse do lëvizin nga i vend pune, jo se nuk i pëlqejnë, po i lëvizin ata, sepse do ta çojnë diku që ka probleme puna atije dhe juve jeni adapti asaj pune që do ta bëni, ta rregulloni, ta çoni atje ku ka vendin. Që këta janë virgjëreshat. Virgjëresha dashura, lëvizjet që do bëhen mund të mos ju pëlqej në një farë mënyre, dhe di që pare ka këtë, por e keni domethënë si detyrim, nuk besoj, por juve jeni me të drejtën tuaj. Dhe ajo që keni, se ju keni sedër, ju keni respektin dhe për gjërat që ju keni bënë, po i thoni për ta rregulluar. Dhe gjërat që do të ndikojnë tek juve, do vinë një moment, miqtë mi, të shenjës së virgjëreshës, ku juve keni në rol drejtues ose juve keni të vetpunësuar ose keni një punë në dorë tani dhe shikoni se si mund të ecë, si thoni juve, sidomos për ata që kanë hapur për shembull në dimër punën. Flasim për janarin, shkurtin dhe tetor, nëntor, dhjetor 2025-s. Ndikime nga më të mëdha që kanë tani tutje. Po pse pikërisht nga tani tutje? Nga tani tutje sepse ndikimet planetare që ndikojnë dhe janë në kohën që kanë qenë planetet në atë kohë që juve keni nisur punën dhe pikërisht tek virgjëreshat. Për të 30 ditë kësaj shenje, duke se kanë mundësinë dhe kohën e dur për zgjidhje të çështjeve problematike për anën dhe favorizimet që ata japin, është një mundësi shumë e mirë për sa i përket çështjeve të punës suaj. Në lidhje me ekonominë, po, mund të bëni çfarë të doj e bardha zemrës tuaj. Mund të shkoni edhe për te oqeanin podesht, ku të doj zemra juaj. Por atë çka keni këtu, mbajeni si ujë të pakët. Sepse ka diçka shumë të madhe që do të diktoj, do të ndikoj në ekonomi. Dhe stabilizimi që është, dhe e kemi thënë dhe themi që ka diçka shumë të madhe nga tani tutje, do duket se çfarë ndodh dhe ku arrin. Në çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshk të 10 ditësh të dytë, është një mundësi shumë e mirë mbi takimet dhe vendimet që do të merrni dhe kohën e duhur për çështjet më madhore që mund të keni, sepse çështjet shpirtërore kanë ndikime shumë të mira, sidomos bashkim familjar që është megafore të 10 ditësh parë. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku mundësitë dhe koha është në favorin tuaj. Që këta janë të shenjës së peshores. Peshores si shenjë ajri që janë, mundësinë që kanë, kohën e duhur për zgjidhje të problematikave. Një moment mjaft i mirë për ditën e sotme, sidomos ora 9 deri në orën 3:15, kanë mundësinë edhe mund t'i veçohen nga shenjat e tjera, sepse ka nisur një punë, disa bisedime shumë të rëndësishme me punën e tyre, ose për ndryshim vendbanimi, e kanë mundësinë për ditën e sotme, sepse është nga ditët më të mira dhe më të arta në lidhje me ndryshimet dhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave dhe të kohës të duhur që juve keni. Çështjet që kanë bënë dhe me ekonominë, po edhe stabilizimin, është në anën tuaj. Çështja shpirtërore, megafore, është vetjeta. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet është në anën më të mirë të mundshme. Role drejtuese i ke, për sa përket nisma të reja e bëjnë, për sa përket një lajm shumë i mirë për marrjen dokumenti, e marrin, që këta janë akripët. Akripët janë ndikimi, fuqizimi, rëndësia, koha, vazhdimësia në lidhje me takime dhe bisedime të rëndësishme. Është një mundësi shumë e mirë gjithashtu. Mbi punën aktuale që juve keni, një moment mjaft i mirë për zgjidhje të problematikave dhe të ndryshimit të madh që do të keni, është një mundësi shumë e mirë gjithashtu sepse nga tani e tutje, nga sot në drek deri në ndikimin e hënës së re, që është në datën 15, ka ndikim shumë të mirë lidhje me vendimet që do të merrni dhe kohën e duhur, që është tek juve, sepse ka të bëjë shumë shenjat ajrit dhe nisin një ndikim shumë të mirë dhe të ujit, sidomos për juve që keni të bëni me punën dhe karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bëjnë me virgjëresh është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, një shenjë që vërtet rrezaton, ndryshon, ndihmon, ndërton, që këta janë shigjetarët. Shqiptarët e dashur, ka rrëko edhe momenti, në fakt, për sa i përket ndryshimit madh që do të bëni. E prisni me pa durim. Po të shikoni, ecuria që keni pasur para disa kohëve, nëse flasim, ka ngelur pezull një punë e re ose i diçka që nuk mund të realizohesh për punët e tuaj, për karrierën e tuaj, edhe gjërat e tjera që keni, por vjen një moment tani, një moment kaq i mirë,
mbani mend në 2024 në muajin qershor, 2025 në muajin shtator, tetor, nëntor, dhjetor, një shkëputje që patët në janar shkurt, tani filloni nga sot deri në fund të shtatorit mbyllni çështjet e së shkuarës. Ndikimet nga më favorite që mund të keni, sepse po të kuptoni, ndikimet e planetave që jepen tani, sidomos guvernatori juaj, që është Jupiteri, në fund të korrikut, që futet në shenjë e luan, në shenjë zjarri, juve i përkisni shenjës së zjarrit, do keni mundësinë dhe kohën e duhur për gjitha shenjat e zjarrit, po në fakt shqiptarët e kanë më të ndikuar në këtë aspekt, se kanë vuajtur shumë, por kur them nga ndonjëherë unë shqiptarë në fushën ekonomike askas mbarohet, e kanë këtë, po janë çik gjuri furi janë. Unë mohojmë tani se nisin diçka këtu, e lën këtu, nisin diçka tjetër, por nuk kanë problemin me xhelozinë ose me këto gjëra, nuk i kanë kurrë. Dhe kjo është mundësia dhe koha e duhur për ta, për të nisur diçka të re dhe për të arritur qëllimit. Prandaj vini pas se do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe. Në fushën e dashurisë, tu jeni pak fajtor. Rregullojeni, joni jorgon se ka të bëjë shumë, të kërkoni mëshirë se nuk do ta gjeni pastaj. Po cilat nga shenjat janë vallë, atëre ka të bëjë shumë me gaforen, ka të bëjë shumë me virgjereshën, por me peshit është vetjeta. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe shumë e gëzuar për fitimet dhe ndryshimet e mëdha që ka. Këta janë britsjapët. Për sa përket britsjapëve, britsjapët duket se mundësi që kanë 10 ditë që parë. 10 ditë që parë duket se do nisi një punë të re, është në prag për të zgjidhur kjo, por unë ju them britsjapëve që do keni shumë kujdes germat e imta. Sepse shejtani fle atje ku duhet lupa. Me sy të lirë nuk e shikoni. Do t'ju duhet që juve të bëni disa lëvizje shumë të mëdha në fushën e punës suaj, në fushën e gjërave të tjera, në firma të mëdha, se vetëm juve jeni adapja asaj pune, ekonomistë të shkëlqyer. Keni gjithashtu, do t'ju duket se nga njëra anë jeni lodhur shumë, juve që i keni me studime të jashtë Shqipërisë ose në vende. Po mundoheni shumë dhe nuk po gjeni zgjidhje për ca probleme të vogla. Të vogla janë. Por atë që keni nisur do ta bëtisni me sukses. Me firmë, me vull, Jorgo Pullon, ka them shpesh, por këtë e them sepse është mundësia. Ju të shesë britsjapit, të 10 ditë parë sidomos, keni mundësinë e një çështje ekonomike, disa parat pamara. Keni dhënë një kapar, ju të 10 ditë tretë, për një blerje objekti ose pasuri të paluajtshme. Mirë po, ai objekt ka pas probleme. Dhe juve nuk është për fajin tuaj që nuk është marrë kapare, po do ta merrni se s'bën sepse është koha për juve që t'ju trokasin akoma, që t'ju thonë që e di ç'është puna, po ne bëjmë një gabim, po urdhë kaparen që keni dhënë, merr 10 lekë më tepër sepse për vonesën. Dhe shikoni arsyen pse. Po e përgjithshmja është në favorin tuaj. Dashuria me gafore është ndikimi më i mirë i mundshëm. Do shkojmë tek një shenjë ajri tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe mjaft pozitive në punë, në karrierë, në ndryshime. Pak mërzitur, por të mërzite ja kalon, sepse nuk ka problem për të shqetësuar që ndikimit më të madh në disa çështje dokumentacioni, që këta janë ujorët. Marrim të fundit, dokumentacione. Meqense nëse do ta marrim në fakt, mund të themi vjet par vjet ose para disa viteve, ndikimet që kanë bënë tani e tutje. Do ta shikoni dhe mbajini mend këtë ditën e sotme, këtë ditën e ite, për arsye të dokumentacioneve që për gjitha shenjat, por shenjat e ajrit e kanë më shumë këtë ndikim, siç janë juve, siç janë binjakët, siç janë peshorët, e kanë një mundësi dokumentacioni, do gëzoni shumë për një dokument nga shteti, do merrni dokument ju, ose keni një diçka që e prisni për të rregulluar, një gëzim shumë i madh në familjen tuaj, nga fëmijët, nga gjërat që do të keni. Edhe pse në lidhje me punën tuaj lodheni, por do keni diçka tjetër plus që e prisni, por juve nuk prishni qef dhe këtë e keni, se jeni të dashuruar shumë me punën edhe me gjërat e tjera që do të keni në lidhje me familjen tuaj. Është diçka shumë pozitive. Madje keni mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështjet të pazgjidhshme në fushën e karrierës, në fushën e punës dhe të ndryshimeve. Me një lajm që mund ta merrni nga jashtë ose një dokument që mund të merrni juve të shenjës së ujorit, është mundësia, sepse jo, mund të keni ndikime shumë të mira, pozitive dhe një udhëtim, një rrugtim i largët është rrugtim gëzimi, është diçka shumë e mirë në familjen tuaj. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë tani. Do shikoni dhe vetë sepse duke filluar nga tani deri në fund të korrikut, ka diçka shumë të madhe, se juve keni përfitim kryesor në lidhje me punën tuaj, me karrierën tuaj, me ndryshimet të mëdha që keni. Një lidhje e lënë harres, më thonjza harres, për arsye kohe, e këtu jeni pak fajtor. Për sa përket me luan të 10 ditë të parë, me akrep të 10 ditë të tretë, do thoni juve, po mirë, me luan shenjë zjarri dhe shenjë uji, shenjë ajri, është ndikimi më i mirë dhe më favorit
i qenë ndonjëherë në këtë aspekt dhe kohë ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim, por nuk ka vend për të shqetësuar sepse është koha për të ndikuar, vlerësuar dhe reaguar. Ju i keni gjitha këto, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet ka mundësinë, ka kohën dhe rëndësinë në atë çka bën. Që këta janë peshqit. Për sa i përket peshqive, peshqit duket se këtë periudhë e kanë të tyren. Përvallë sa është dhënë mbi takimet dhe bisedimet, do shikoni disa dokumente që keni këtu e 3 vite. Do fitoni shumë sepse një çështje ligjore, nga disa dokumentet problematike që keni pasur, keni qenë në rol drejtues dhe keni lëvizur nga i vend, vjen momenti tani i rishikimeve dhe i gjërave të mëdha që do të dalin mbi sipërfaqe, ku juve dilni fitimtar një. Përfitoni shumë me të drejtën tuaj. Prandaj gjithmonë themi, e drejta i reziston shekujve dhe gënjeshtra i reziston sekondave. Pra është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive për juve të kësaj shenje. Bini pas sepse do arrini qëllimit dhe jo vetëm kaq, por do keni mundësinë në lidhje me çështjet e punës suaj. Edhe pse do keni një ndryshim pune, sepse peshqit e kanë këtë dhe e presin, ju është dhënë fjala, por nuk është mbajtur. Prandaj kjo do të thotë tani që pak me vonesë, më mirë vonë se kurrë, arrihet ajo çka juve keni dhe doni. Është një moment mjaft i mirë për sa përket anës financiare dhe gjërave që do të keni në momentin e duhur, në kohën e duhur për gjërat që do të bëni. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në fushën e punës suaj. Edhe pse sot, mos u mërzisni fare, nëse keni lënë një takim në orën 11, mund të shtyhet për një moment tjetër, ose nesër. Pak rëndësi ka që të realizohet, dhe kjo është e realizueshme për arsye të gjërave të mëdha që do të keni dhe i laps dhe një letër, shkruani gjërat ato që keni, sepse do ta zgjidhni. Bëni një takim nëse keni mundësi nesër paradite, ne do flasim për ditën e sotme, por nëse nuk bëhet sot, paraditja është shumë e mirë për juve, për nisma të reja dhe gjërave që do të bëni, do të realizoni në fushën e punës suaj ose role drejtuese. Nëse doni të pranoni diçka që do të jepet plus, por do të shikoni më përpara aty ku juve doni që të drejtoni, firmosjet apo dokumentacionet. Mos e shquni lodhje, s'ka problem. Problem ka që të shkeme të, edhe një letër sa do ka vetëm 2 rreshta. Shikoni dhe ato rreshta sepse edhe qoftë 3 germa plotësojnë një fjali që është e vështirë të hiqet nga ajo që ka shkruar. Pra ne shikojni ato germa, se germat shqipja ka shumë kuptime, se kjo është anë dhe mire mushme, nuk është nevojshme që gjithë faqe e shkruar, vetëm me 3 fjali gjithçka ndodh dhe e shikoni. Ana në pozitivitetin dhe në ndryshimin që ka të bëjnë tani, është një mundësi shumë e mirë në lidhje me çështjet e dashurisë, që do duket se ka të bëjnë me akrep të dhjetëdiqit të tretë, ka të bëjnë me binjak të dhjetëdiqit të dytë. Me binjak sidomos është koha, është momenti, është periudha më ideale e që ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite të njëjte, një ditë e rëndësishme për nga ana planetare, e vështirë nga gjëra që duan bëjmë për sot paradite, për arsye të anës është se është në ndikimin dhe në lëvizje boshe, por mbasditja është lumturia, gëzimi dhe dashuria. Ne rishikojmë përsëri nesër me parashikimet në vazhdim dhe surprizat të radhës. Nga Unë Jurpulla, jesë mirat.